Përshëndetje miq, jemi këtu në Sohodoll, jemi para një molle Ranet, cilën e kam shartuar para 4 vitesh dhe është zhvilluar në maksimum, po këtu si që shohim kemi shumë dega dhe do të rallojmë ca me sharr, pastaj do të bëjmë krasitjen të gjithën edhe do e demonstroj si duhet pak a shumë, por gjitha ato marakli që kanë qef. Kjo është një mollë Ranet, ndigje. Për arsye që kemi shumë dega, po ta shohish, kemi shumë dega, ja këta kanë zonë të dhia këtu, po ta shohish, kanë zonë të dhia, dhe unë të shi, nga që e afër kati me katë si që quajmë ne, këtu do ta heqi gjithën, do ta heqi miq. Ta heqi gjithën këtu. Këtu. Shive. Këto shara janë. Si e heqëm këtu, një degë të madhe këtu. Shive, sa është kjo? është e madhe. Ja. Ta heqim se të largohet ka katin katë. Shifa, të shi e heqim, po ta shohish u liru pak. Do ta heqi edhe këtë këtu, që është tek. Kjo është tek këtu, do e heqi. Edhe ati do ta heqi, pastaj do ta krasisë është të afër me këtë këtu. Ja, e mbulon kjo. Edhe kur t'hipim, në pemë hipim këtu, pas ta lejnë kalim këtu edhe ikim sipër. Ja. E shohim atë atje, vazhdojmë ta ulim edhe tjetër kund. Vazhdojmë ta ulim edhe pak. Edhe kjo këtu është afër ta heqi. Ta heqim. Heqim dhe atë. Heqim di dega këtu. Shqip. Sa janë bërle marka të këtina. Të shi, paka shumë. E rallum do t'a bëjmë me gërshë. Shqip. Tash. Shohim gjithmonë të duhet. Po e prem.
Kemi shkopin, po të shqisjem do e përdori pak. Do e vej në shkop të shi dhe do të bëj atë majën. Majën të shi. Pas që vëm shkopin, e kemi ru baterin, pa. Në baterin, në bezin. Gjithmonë ka ja pra mish, ja mbaroj, ja t'ua tregoj. Shive. Të shi mbaroj kjo. Pra heshëm ditë degat të cilat ishin këshu. Dhe ja, tek e bëm. Si që ishte. Dhe ja, tek e rallum, ne? Kjo është me formë kuporje, sepse këshu e du t'a bëjmë mollë të madhe këta. E tjetë e bukur, e fuqishme, e të ketë prodhim. Kjo kur rritet bën deri në 200 kg mollë cilëcore, janë ranet. Respekt e Marakli, përshëndes këtu nga fshati im, i Sohdollit, ku është poshtë. Ja, ku është e fshati, është i fshat jaft i madh këtu në diva. Ka një hapësirë totale. Respekt. Se planifikon një fundjavë, është vërtet shumë bukur. Ka borgja gjithë kohës këtej. Edhe këtë moment që flasim, herë paksa. Miqtë e mi, po bjem drejt Lurës sot, ditë e diell. Ambienti është fantastik. Panorama është si që shihni vetë. Është shumë bukur. Ja dhe këto pejsazhe që si shesi kudo. Është i gjithi bre, pish dhe a. Fantastike, ja rrëzuni pjesë e tjere gjatë dimrit, por është vërtet bukur. Kjo është
e manitshme me bukurinë e saj, lura. Fantastike. Ajo mos si duket këtë për lurë. Mrekulli për daje. Ha? Bukur. Mrekulli. Sot kemi vendosur të dielën ta kalojmë në lurë. Është me gjithë më të bukur. Ja poshtë nuk kemi borë. Shi po bim drejt lurës. Kjo është mrekullia e lurës. Da atë një të gzime fusha ashtë më dhe që s'marojnë kur. Dhe vërtet është mrekulli.